Një moment zhgënjimi i përjetuar nga një adoleshent gjatë një zhytje do të ndiste më vonë përpjekjen më të madhe për pastrimin e oqeaneve në historinë e njerëzimit. Në pak më shumë se një dekadë, një organizatë jo fitimprurse ka hequr mbi 45 milion kilogram plastik nga oqeanet dhe lumenjt në mbar botën. Ajo që nisi si një ide nuk është më një fushat simbolike apo e shtyrë nga media. Është ndërruar në një operacion fizik në shkallë të gjerë, ku çdo kilogram plastik mblidhet, klasifikohet dhe përpunohet. Pyetja e vërtet nuk është vetëm se si kjo përpjekje shmangu nga dalësimin, por si arriti të përshpejtoi me kalimin e kohës. Duke bërë këtë, ajo e shtyu kapacitetin e njerëzimit për ndërhyrje mjedisore në një fazë krejtësisht të re. Kjo është historia pas këtij udhëtimi të jashtëzakonshëm. Midis Hawaii dhe Kalifornisë ndodhet një zonë e njohur si njolla e madhe e mbetjeve të paqësorit. Ajo mbulon afërsisht 1.6 milion kilometra katror, pothuajse 2 herë më e madhe se Teksasi ose rreth 3 herë më e madhe se Franca. Në kundërshtim me besimin e përhapur, kjo nuk është një ishull i ngurtë mbetjesh që noton në sipërfaqe. Është një zonë grumbullimi, ku rrymat oqeanike mbledhin gradualisht plastik nga e gjithë bota. Problemi nuk kufizohet vetëm te plastika, që mund të shihet në sipërfaqe. Në ndikimin e rrezatimit ultraviols, valeve dhe fërkimit të vazhdueshëm, pjesët më të mëdha shpërbëhen në fragmente, gjithnjë e më të vogla. Këto mikroplastika mund të hyjnë në zinxhirin ushqimor detar, të përthithen nga planktoni, të grumbullohen nëpër nivele të ndryshme të jetës dhe, në fund, të kthehen në trupin e njeriut. Nga një këndvështrim ekologjik, çdo vit vonesë i bën përpjekjet e pastrimit më të vështira dhe më të kushtueshme. Njerëzimi e ka shtyrë veprimin kuptim plot për më shumë se 7 dekada, që nga momenti kur prodhimi i plastikës u përhap globalisht në mesin e shekullit të 20. Shkencëtarët vlerësojnë se kjo zonë përmban vetëm rreth 1% të ujit sipërfaqësor të oqeanit, por megjithatë mban rreth 1.8 trilion copa plastike, me një masë totale të vlerësuar midis 79.000 dhe 100.000 tonësh. Për dekada me radhë, ekspertët ishin pothuajse unanim në përfundimin se pastrimi i kësaj zone ishte i pamundur. Vlerësimet e kostos shkonin në 10 miliarda dollar amerikan dhe, nëse do të përdoreshin metoda tradicionale si anije dhe rjetat, procesi mund të zgjaste mijëra vjet. Për nga shkalla dhe kufizimet fizike, problemi dukej se te i kalonte kapacitetin e çdo zgjidhje të propozuar ndonjëherë. Përballë këtij sfondi që dukej i pashpresë, një student holandez 16 vjeçar me emrin Bojan Slet e sfidoi këtë supozim. Në vitin 2011, gjatë një udhëtimi zhytje në Greqi, Slet priste të vazhdonte jetën detare në mesdhe. Në vend të kësaj, ai hasi më shumë plastik se sa peshq. Qese dhe mbetje që notonin shfaqeshin kudo, duke u përsëritur vazhdimisht dhe duke krijuar një shtrembërim shqetësues të gjendjes natyrore të oqeanit. Për shumicën e adoleshentëve, një përvojë e tillë do të kishte përfunduar si një bezdi e shkurtër. Për Sletin, ajo çoi në një pyetje të thjeshtë, pothuajse naive: pse të mos e pastrojmë? Kjo pyetje nuk u zhduk. Ajo qëndroi me të për vite me radhë dhe gradualisht u bë themeli i gjithçkaje që pasoi. Në vend që të protestonte vetëm kundër ndotjes, ai filloi të studionte pse ekspertët besonin se pastrimi i oqeanit ishte i pamundur. Ai analizoi kostot, logjistikën dhe kufijt teknik të metodave tradicionale. Gjatë këtij procesi, filloi të merrte formë një ide që në fillim dukej shumë e thjeshtë për të marrë seriozisht. Në vend që të ndiqej plastika në miliona kilometra katror me anije dhe rjeta, përse të mos liheshin rrymat oqeanike të bënin punën. Nëse barrierat do të projektoheshin siç duhet, rrjedhat natyrore mund të përqendronin plastikën për grumbullim, duke hequr nevojën për një flotë të madhe anijesh që konsumojnë karburant dhe fuqi punëtore.
Kjo qasje shkonte kundër mendimit tradicional, por përputhej me mënyrën se si funksionon vetë oqeani. Më vonë, Sled u regjistrua për inxhinjeri aerohapësinore në Universitetin e Teknologjisë Delft në Holland, ku vazhdoi ta përpunonte konceptin. Në vjeshtën e vitit 2012, ai fitoi çmimin kryesor për dizajn inxhinjerik për propozimin e tij Ocean Cleanup. Më 5 tetor 2012, në moshën 18 vjeçare, ai doli në skenën TEDx në Delft dhe mbajti një fjalim 11 minutash me titull Si mund të pastrohen vetë oqeanet. Për disa muaj, videoja tërhoqi pak vëmendje dhe mblodhi vetëm rreth 2000 shikime. Pastaj në shkurt të 2013-s, mediat e zbuluan dhe fjalimi u përhap me shpejtësi. Donacionet filluan të vinin brenda pak ditësh, duke detyruar Sledin të merrte një vendim të vështirë. Të vazhdonte studimet për inxhinjeri apo të linte universitetin për të ndjekur qëllimin e pastrimit të oqeanit. Në atë kohë, ai kishte vetëm $300 amerikan kursime. Ai zgjodhi oqeanin. Vetëm disa ditë pasi videoja u bë virale, ai mori $19,000 amerikan në donacione. Deri në tetor të 2013-s, kur fjalimi kaloi 1 milion shikime, The Ocean Cleanup u themelua zyrtarisht. Para se të kërkonte financim në shkallë të gjerë, organizata e re donte të provonte se ideja ishte teknikisht e realizueshme. Më 3 qershor të 2014-s u publikua një studim fizibiliteti prej 528 faqesh, i përgatitur nga rreth 70 shkencëtar dhe inxhinier, dhe njëkohësisht u lançua një fushat financimi nga publiku. Reagimi i kaloi të gjitha pritshmëritë. Brenda 100 ditësh, 38.000 donator nga 160 vende kishin kontribuar. Deri më 15 shtator të 2014-s, shuma arriti në $2.154.000 amerikan. Duke bërë fushatën më të suksesshme të financimit për një organizatë jo fitimprurse në histori në atë kohë. Krahas këtij suksesi, Sled bëri një premtim të guximshëm, të ishte gjysmën e njollës së madhe të mbetjeve të paqësorit brenda 10 vitesh. Një qëllim që edhe mbështetësit e tij e konsideronin jashtëzakonisht ambicioz. Në gusht të 2015-s u nis mega ekspedita. 30 anije operuan në gjithë zonën e mbetjeve të paqësorit, duke mbledhur më shumë të dhëna, sesa i gjithë kërkimi shkencor i mëparshëm në këtë zonë i kombinuar gjatë 40 viteve të fundit. Këto gjetje do të përmbysnin së shpejti shumë supozime të hershme. Njolla e madhe e mbetjeve të paqësorit rezultoi të mos ishte një masë ngurtë, por diçka më afër një supe plastike të holluar, e shpërndarë në një hapësirë të jashtëzakonshme. Edhe përbërja e saj ishte e papritur. Vetëm rrjetat e peshkimit përbënin rreth 46% të masës totale dhe midis 75 dhe 86% të plastikës. Gjërmoi deri te aktivitetet e peshkimit në det të hapur. Testet e para të prototipeve zbuluan shpejt probleme serioze teknike. Këto varionin nga dhomat e ajrit që rridhin deri te sistemet e ankorimit që dështonin, duke bërë të qartë se koncepti fillestar kërkonte një nivel shumë të lartë inxhinierik se sa ishte parashikuar fillimisht. Si përgjigje, ideja një barriere 100 kilometra të ankoruar në fundin e detit u braktis du zëvendësua me sisteme që notojnë lirshëm, rreth 2 kilometra të gjata, duke përdorur spiranca në det të thellë. Në vitin 2018, sistemi i parë në shkallë të plot, i njohur si sistemi 001 dhe me nofkën Wilson, u vendos në funksion mes pritshmërive të larta. Megjithatë, rezultatet zbuluan kufizimet të mëdha. Sistemi nuk arriti të ruante shpejtësinë e duhur në raport me plastikën që lëvizte, duke lejuar që mbetjet të hynin në zonën e grumbullimit dhe më pas të largoheshin sërish. Deri në fund të vitit 2018, një seksion prej 18 metrash u thye për shkak të lodhjes së materialit në nyjet e salduara, duke detyruar të gjithë sistemin të tërhiqej përsëri
drejt Hawait. Pas 4 muajsh operimi, ai kishte mbledhur vetëm rreth 2000 kg plastik. Raportimi mediatik u kthye shpejt kritik. Një sondazh i kryer në vitin 2018 tregoi se asnjë ekspert i plastikës në oqeane nuk e mbështeste plotësisht projektin. Dhe më shumë se 25% e konsideronin atë një ide të keqe. Slet më vonë e përshkroi këtë dështim si një mundësi mësimi të paplanifikuar. Ekipi u kthye në fazën e projektimit dhe identifikoi problemin kryesor. Sistemi duhet të lëvizte më ngadalë se plastika, në mënyrë që ta mbante atë brenda. Ky përfundim çoi në zhvillimin e sistemit 001B. Ai ishte më i vogël dhe i pajisur me një spirancë parashut për të krijuar rezistencë shtesë. Kur u vendos në funksion në vitin 2019, ai arriti diçka që nuk ishte bërë kurrë më parë. Për herë të parë, plastika nga njolla e madhe e mbetjeve të paqësorit, përfshirë mikroplastika deri në 1 mm, u kap dhe u mbajt me sukses. Kjo shënoi kalimin nga koncepti teorik te prova reale në terren. Po atë vit, The Ocean Cleanup njoftoi një nisëm të re, të bazuar në kërkime që tregonin se vetëm 1000 lumej, rreth 1% e lumejve të botës, janë përgjegjës për afërsisht 80% të plastikës që hyn në oqean. Ky zbulim e ndryshoi tërësisht strategjinë. Në vend që të përqendrohej vetëm te plastika, që ishte shpërndar tashmë në miliona kilometra katror ujë të hapur, organizata orientua drejt ndalimit të mbetjeve në pika hyrëse shumë të përqendruara. Në këto vende, dinamika e rrjedhës së lumit dhe gjeometria e shtratit lejojnë ndërhyrje shumë më efikase në energji dhe më të përballueshme në kosto. Nga kjo qasje, u zhvillua sistemi Interceptor. Ai është një platformë automatike për mbledhjen e plastikës në lumej. Teknikisht, Interceptor është një sistem lëndrues i ankoruar në bregun e lumit, me një barierë udhëzuese të vendosur diagonalisht ndaj rrjedhës. Kjo strukturë nuk e bllokon lumin, përkundrazi, ajo përdor energjinë kinetike të vet lumit për të drejtuar gradualisht mbetjet lëndruese drejt hapjes së grumbullimit. Sapo mbetjet hynë në sistem, një rip transportues prej çeliku inox i ngre vazhdimisht materialet jashtë ujit. Kjo redukton kontaktin e zgjatur me ujin dhe ndihmon në kufizimin e konsumimit dhe bllokimeve. Një interceptor i vetëm që funksionon në mënyrë autonome 24 orë në ditë me energji diellore mund të mbledh nga 50.000 deri në 100.000 kg plastik në ditë. Kjo shënoi një ndryshim strategjik nga pastrimi i pasojave të ndotjes drejt ndalimit të mbetjeve që në burim. Që nga viti 2021, The Ocean Cleanup filloi të zgjeroi operacionet, duke vendosur sisteme më të mëdha dhe më të përshtatshme. Përfshirë versione me shtytje aktive. Këto përmirësime lejuan mbledhje më efektive në një gamë më të gjerë kushtesh. Në të njëjtën kohë, fushata mbledhje fondesh, si Team Seas, siguruan burimet financiare të nevojshme për të shkurtuar rrugën nga dizajni te zbatimi. Deri në vitin 2024, organizata kishte hequr më shumë se 15 milion kilogram plastik, me operacionet të vetme gjatë natës që arrinin deri në 1.4 milion kilogram. Këto rezultate treguan se veprimtaria kishte kaluar shumë për tej fazës eksperimentale. Ndërsa ritmi i mbledhjes u rrit, u shfaq një pyetje e pashmangshme. Çfarë ndodh me miliona kilogram mbetje pasi nxirren nga uji dhe cili është fati i tyre përfundimtar? Materiali i mbledhur nuk përfundon thjesht në landfille, ai hyn në një zinxhir përpunimi të projektuar për t'i dhënë fund përgjithmonë pranisë së plastikës në mjedisin natyror. Menjëherë pas mbledhjes, mbetjet klasifikohen me kujdes sipas llojit të materialit, shkallës së degradimit dhe mundësisë së riciklimit. Plastika që mbetet në gjendje të përdorshme pastrohet dhe riciklohet, jo si një gjë simbolik, por për të shfrytzuar praktikisht atë që ende mund të rikuperohet. Megjithatë, rreth 80% e materialit është shumë i degraduar ose i kontaminuar për të ricikluar.
Kjo pjesë trajtohet përmes rikuperimit të energjisë ose proponohet në sisteme të kontrolluara rreptësisht për të siguruar që të hiqet përgjithmonë nga mjedisi. Në çdo rast, parimi i udhëheqës mbetet i njëjtë. Qëllimi nuk është thjesht të azhësohet mbetja, por të eliminohet në mënyrë që oqeani të mos përballet më kurrë me të njëjtin lloj ndotje. Pavarësisht rezultateve të qarta sasiore, debati shkencor The Ocean Cleanup vazhdon. Ky nuk është thjesht një projekt inxhinierik, por një ndërhyrje drejt për drejt në një ekosistem të hapur dhe kompleks. Një linjë kritike argumenton se përpjekjet për pastrim adresojnë kryesisht simptomat e problemit, ndërsa shkaku rrënjësor qëndron në rritjen e vazhdueshme të prodhimit dhe konsumit global të plastikës. Një shqetësim tjetër lidhet me ndikimin ekologjik, duke theksuar se zonat sipërfaqësore të grumbullimit të plastikës janë gjithashtu habitate për komunitete neustonike dhe se mbledhja në shkallë të gjerë mund të shkaktojë kapje të paqëllimshme organizmash. The Ocean Cleanup është përgjigjur me të dhëna nga terreni, që tregojnë se 99.9% e materialit të mbledhur është plastik, ndërsa vetëm 0.1% përbëhet nga organizma shoqërues. Vlerësimet të pavarura kanë përfunduar gjithashtu se rreziku që plastika paraqet për ekosistemet detare është shumë i madh se rreziku që sjellin operacionet e pastrimit. Deri në fund të vitit 2025, The Ocean Cleanup kishte hequr më shumë se 45 milion kilogram plastik. Kishte në funksion 20 interceptor në 9 vende dhe punsonte mbi 150 antar stafi nga 30 shtete të ndryshme. Kosti i vlerësuar për të pastruar plotësisht njollën e madhe të mbetjeve të paqësorit është 7.5 miliard dollar amerikan gjatë 10 viteve. Dhe qëllimi mbetet i pandryshuar, të hiqet 90% e plastikës lundruese në oqeane deri në vitin 2040. Nga një adoleshent që qëndronte mes qeseve plastike në mesdhe, njerëzimi tani, për herë të parë, ka filluar të përballet me ndotjen e oqeaneve në një shkallë vërtet globale. Ajo që dikur konsiderohej e pamundur është treguar se ishte thjesht një problem që ende nuk ishte trajtuar me mënyrën e duhur të menduarit. Abononi në këtë kanal duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës për të parë më shumë video të tilla. Faleminderit për shikimin dhe shihemi herën tjetër.